Skandali i helmimit të përsëritur të studentëve në Akademinë e Sigurisë, ku ushqimi dërgohet me shërbim catering nga kompania Sori Al, forcon hijet e dyshimit të ngritura për cilësinë e produkteve dhe shërbimit që ofron subjekti i Alma Tafanit, si dhe për veprimtarinë e autoritetit që ka për detyrë të kontrollojë e garantojë sigurinë e ushqimit në vend. Aktiviteti i kompanisë Sori Al u pezullua dhe subjekti u gjobit me 1.500.000 lekë për ushqim të pasigurt dhe kushte higjieno-sanitare pas helmimit të 10 studentëve të Akademisë së Sigurisë në fillim të muajit maj. Analizat në atë rast konfirmuan se të paktën 57 policë të rinj u helmuan nga konsumimi i makaronave me Escherichia coli dhe Staphylococcus, dy lloje bakteresh që shkaktojnë infeksione në organizmin e njerëzit. Por më pas, autoriteti kombëtar i ushqimit vendosi zhbllokimin e aktivitetit të subjektit Sori Al, duke i lënë detyrë kryerjen e analizave të autokontrollit për produktin e gatshëm në ambientet e garnizonit të forcave të armatosura në zbatim të legjislacionit në fuqi. Ky vendim i hap rrugë firmës Alma Tafanit, e cila u arratis pas skandalit që të rinis furnizimin me ushqim catering për 3 vakte për studentët e Akademisë së Sigurisë. Skandali i helmimit të policëve po verifikohet ndërkohë nga Prokuroria e Tiranës, e cila me dy shkresa zyrtare ka kërkuar AKU-s shpjegime, fillimisht për masën e bllokimit të kompanisë Sori Al dhe më pas për zhbllokimin e aktivitetit të kompanisë private, me të cilën Akademia e Sigurisë ka një kontratë. Si pjesë e hetimit, Prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje Ersit Hasanllarin, i cili mbante detyrën e drejtorit të AKU-s për kryeqytetin në kohën e helmimit të studentëve të Akademisë së Policisë, si dhe drejtoren e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, Flutura Polaci. Alma Tafani, pronarja e Sori Al, bashkëshortja e biznesmenit Nikolin Jakaj, kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, u arratis menjëherë pas skandalit të helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë, ndërsa në pranga përfunduan punonjës të kompanisë së saj. Kompanitë e çiftit Jakaj Tafani vitet e fundit kanë qenë në qendër të shumë skandaleve që lidhen me shkelje të ndryshme në tenderet për ofrimin e shërbimeve të ushqimit për të sëmurët apo pastrimin e çarçafëve në QSUT.